Iqbal Huduti ka thyer heshtjen dhe ka folur me sinqeritet të plot për arsyen e vërtetë që e pengoi të bëhej pjesë e Big Brother VIP Kosova 4. E ftuar në emisionin Big Talk, ajo tregoi se vendimi i saj për të tërhequr në momentet e fundit ka qenë emocionalisht i vështirë, por i domosdoshëm. Sipas Hudutit, gjithçka lidhej me gjendjen e përkeqësuar shëndetësore të bashkëshortit të saj. Ajo tha se ditët e fundit para hyrjes në shtëpi kanë qenë të ngarkuara me stres, pasi partneri i saj nisi të shfaqte shqetësime serioze. 2 javët e fundit ka pasur probleme shëndetësore dhe sidomos 3 ditët e fundit e pash që filloi të zbehej në fytyrë. Në momentin e fundit, kur më pa të veshur për të hyrë, u zverdhej fytyra dhe dukej shumë keq. Ai tentoi deri në sekondën e fundit që unë të hyja, por kur e pasha të zbehej të papritur, thash me vete, nuk ja vlen. Vendosa të mos hyj, rrëfeu ajo mes emocionesh. Huduti shtoi se dëshira për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova 4 është ende gjallë tek ajo. Ajo pranoi se e sheh veten shumë mirë brenda lojës dhe se mendon se do të përshtatej natyrshëm me dinamikat dhe karakteret e banorëve aktual. Nuk e fsheh, më ka mbetur merak. E shoh veten shumë brenda, sidomos me këtë përbërje të banorëve, tha ajo, duke lënë të hapur mundësinë që një ditë të jetë sërish kandidate serioze për të hyrë në shtëpinë më të famshme në vend. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.